Ti je ai që bën fresë dhe shkon në për takimet e Edi Ramës, unë habitem që ke dalë për protestë. Atë Zori Edi Rama. Jo të salibrisht, shkon ti se keni darë juve dy, jeni dy konfederatë mëdha, keni darë. Shkon dhe bëre fushat për Edi Ramën. Që në momentin që minatorët e Bulqizës bëni grevë, ti vajte në shkruajtje kontratë me ta duke shitur minatorët. Vajte i shite minatorët në 2019, vajte i shite. Vajte bashkëpunove me Samir Manen, ishte shteti i cili në fakt, domethënë, qëndroi në anën e kompanisë. Ishte shteti që e shtypi. Ishte shteti që i thoshte punëtorëve që shkonin në shtëpi dhe shpërndahuni. Se e dini me kë keni të bëni. Nuk ishte në krah të punëtorëve. Ata ishin duke ndërtuar atje në të ftohtë, domethënë duke ngrohur këmbët në zjarr që kishin ndetur kurse ti shkove si zotëri, u fute brenda dy të organizata të tjera civile, vetëm i keni për çaj, keni marrë qafi, keni si po merrin qafë sot ish minator. Keni marrë sa fletë shkret pensionistë, e marrin pas vetë gjithë ditën atje dhe po gënjeni. Ti je sindikalist i pasur zotëri. Nuk mund të ketë në Shqipëri sindikalist të pasur. As në një vend të botës nuk ka sindikalist të pasur. Di pse nuk ka sindikalist të pasur? Sepse ai jeton me një pagë, domethënë që është ngjashme me ata që punojnë. Ata jetojnë sindikalisti, nuk mund të ketë makinë luksoze. Ti je i pasur. Cilën sindikat ke marrë? Ti zotëri je mësuar, kam para të makinën tonë luksoze. Me çfarë ke? Makina s'është imja. Po kush ta ka dhënë? Samir Mane ka dhënë. Kush ta ka dhënë? Kush ta ka dhënë atë makinën? Ka makinë luksoze sindikata që shëtisë në shtëpi. Nuk është ata minatorë që nxjerrin me jetë, e paguajnë me lek, e paguajnë me jetë që ti shëtisësh me makina luksoze. Do të ndryshu. Unë ju këshilloj që ndryshoni mentalitetin politik. Ndryshe të t'ngelin karrika kjo shtari pa njohur, si s'keni shëtit në për qytet, ndryshoni. Jo, nuk është personale, po të përdorësh punëtorët, të përdorësh punëtorët, për pasuruar vetën e ti, tha, makina është e sindikatës. E kupton ti, ai vdes në minjerë që të japi para, ti do të rishë që ti si kynë në për qytet. Ska makina ime nuk është sa makina... Nuk ka sindikalist të pasur, po që sindikalist i pasur është i korruptuar, është i shitur. Ti je i shitur, zotëri. Ti di pse je i shitur, sepse kur dalin punëtorët në protest, ti shkon dhe bën kontrata me ata, në mënyrë fshet, bën kontrata në mënyrë fshet pa e pasur as shumicën e sindikatës. Gjë e cila Pazare bënë ju gënjeri dhe mashtroni ato fugaret që i meni mrapa atje, ca pensionista që janë paru. E kam për vetën ti më ratë parë që të them një fjalë të njështër nga goja. Si shmuat naftar, ju muat qafë naftar. Ju e shkatrut uzinën e bakë. Jo e shkatroja i cilin ti më bështete, Edi Rama, që ti shkon dhe i bën vota. Edi Rama, cilin ti shkon dhe i bën vota, e shkatroj uzinën e bakë. E shkatroj në mënyrë flagrante. Ju e shkatrut uzinën. Ju shkatrut edhe të Fierit, dy uzinët e Fierit. Ju shkatrut edhe call-center. Ju të shkatronin punët edhe vetën të ujë. Se si mund të akuzosh dikoj i cili s'ka qenë kur në protestë. Edhe ato pensionistat që keni mrapa, ato t'ju dhënë status, që ju po jep një status pensionist, ju e keni një deputet, pse s'ka iniciativë ligjore? E kemi marrë Ajo partia që mështetet ti, çfarë ka bërë? Se keni marrë një iniciativë ligjore, me e bo një status për minator, po i gënjeni minator të shkreti, ma një mrapa aty, gëm të poletje. E shef minator nga besoj ne, sa punëtor keni në sindikat, në konfederatën? Antar sindikate. Po, antar sindikate. Sa keni? Pranushëm. Po jo, në poj numri. Sindikatët, se mos e marim, tani mos e marim shumë, se sindikatët, më falë, të përfundoj këtë. Sindikatët nuk e kanë protestën mjetin e vetëm të mbrojtjes për punëtorët, se nuk janë bërë sindikatët për të bërë protesta. Unë jam edhe juristi i sindikat, që është sindikata e punonjësve të policisë shtetit, këtë rastësisht, jam juristi asaj sindikate, dhe nuk mund të kesh punonjës fiktiv, sepse punonjësit nuk të registrojnë në gjykatë. U rrezikua jeta, ku kaq vite në krye të sindikatave dhe cili është progresi që kemi pas në Shqipëri. Progresi është ky, pra, që është rritur nga viti 2024 në 2025 me 45% numri vdekjeve. Edhe është faj sindikatave. Jo, ti kërkoj llogari vetes tënde, çfarë bën në llogarit ti? Shiko, sepse
kaq vite në gjithkush mban kryqin. Sindikat. Këta pra e vrasin protestën. Jo, Këta pra këta, ja këto po vrasin protestën. Jo, këta mo vlla se këta e Këta bën. këto politikanët e burrë, këto po e vrasin protestën. Po që ma ta ishin në Po protestë. pra po, sepse nuk e parandalon sindikata aksidentin. Aksidentin e parandalon Inspektorati Punës, aksidentin e parandalon Ministria e Punës dhe Sociale. Duhet ketë më shumë kontrole që asnjë nga partitë politike e Republikës së Shqipërisë nuk e ka si politik për fat keq. Edhe Lëvizja Bashki ka politika pothuajse sociale, ja ku është përfaqësues aktorit, a thot cilën politik, cilën politik. Krijuar historia e sindikalizmit në Shqipëri? Më thuaj një emër të ndritur në fushën e sindikatave, një më thuaj. Një. Të them një. Një. Kolla që kemi këtu. Qa do të përmend shumë tani, ti marrni me radhë. Ore, qa ka zgjidhur o vlla? Qa kanë zgjidhur? Shkon doti në Sarandë. Ku? Te kampi i punëtorëve të Santa Quaranta. Shkon dot. Shkon ti. Shko ti, Ju mos jam politikan, ti. Unë jam avokat. Ti ke parat për shkuar atje. Unë jam avokat private. Unë e mbroj punonjësit pas ndodh aksident. Ju që bëni politikë, vini këtu tregoni politikat bukura. Kundër ti burrit që është sindikalist këtu dhe unë kam shumë respekt për këtë. Kampin e punëtorit në Dajë. Atë tropikalin në Durrës. Po normal se ky përbatet për ditë me zëjmë emra, sepse ata që thu ti nuk janë këtu. Unë flasë për ata që janë këtu. E di se ti ke marrëveshje me ta dhe Jo, s'ke marrëveshje me kur kem. Përmendësh emrin, kur të duhet ja përmend emrin, sa ato kanë qenë prona publike, kanë qenë të punëtorëve dhe punëtorët sot nuk afron dot e dera. Nuk afron dot e dera. Dini me dallu publike me private. Bëje pra politike, bëje pra protestë radikale politike. Paktën artikulohu qartë se s'po kuptoj çfarë po thua. Po s'po artikulohu se gatron publike me private. Ku bëhet politika. Jeni privat, publik apo i shitur? As atëherë s'ka qenë publike. Privat apo i shitur, qëfar jeni? Shtet publik, qëfar jeni? Me kë jeni? Me kë jeni, mërë zotëri? Se ke kaq vite që ke lënë që të vdesin, jeshtueshin në to paletra emrat e minatorëve cilët vdisnin në vend e punës, ku ky zotëria thot që kanë pasur kontratë kolektive me ata. Ku ky zotëria ka pasur kontratë kolektive me ata, i shkruajshin emrat në to paletra punëtorëve cilët vdisnin, se nuk donin t'i përmendin që kishin qenë në atë vend pune. Në Bulqiz, ti zotëri në Bulqiz. Një punëtor në javë është nisur për punë dhe nuk është kthyer në shtëpi sepse ka humbur jetën në vendin e punës. Ndërkohë që 5 edhe 6 punëtor pësojnë aksident në javë. Kjo është shifrat alarmante në Shqipëri. Kjo statistikë nuk bëhet asnjëherë publike. Kjo bëhet publike, po kamuflohet në raportet që nuk lexojnë vetë as inspektorët e punës. Si tha inspektori që bëri llafe me ty? Ai inspektori tha që nuk është e vërtetë, tha që janë rritur me 35% numri aksidenteve në Shqipëri, ndërkohë që unë këtu i kam sjell një raport që ka shkruar ata, ku thotë që është rritur me 35%. Kamerës, po. Është rritur me 35% numri aksidenteve. Ti nuk e di e mirë, po në fakt nuk e di ka mirë ai që ka bërë raportin e vet. Se unë nuk e di mirë, po unë i kisha marrë shifrat nga raportet. Po e dini mirë? Keni bërë ndonjë studim për këtë gjë? Ne është e pamundur që të bëjmë një studim për të ditur aksidentet në punë apo po, inspektorat i punës, por vetëm të regjistruarat. Ku janë statistikat dramatike, ku i kemo? Po mirë, nëse ty nuk të duket dramatike që vdesin 40 ku janë dramatike në vit? Sa vdesin në vit? Nëse ka 5.000 njerëz në sistem pa kontratë. Nga aksidentet automobilistike këtu vdesin mbi 1.000 veta në vit. Ç'është shembull dramatike? Politika më 48 veta në vit. 48 veta në vit. Ja pra ja 1 sekond, pse s'janë? Dhe pse janë? Kemi të bëjmë një po prit. Shifra janë. Si, ja po të tregoj shifra pra. Ja shifra në nivel lufte, ha. Sepse kushtet e punës janë mizerabël në Shqipëri dhe nuk i rregullon sindikata punës. Kushtet e punës i rregullon pronari që ndërton ato biznesin. Tema debatit çu duhet bu? Ka kushte, s'ka kushte, ka politika, s'ka politika, ka qeveri, ka ligje. Jo, ka pas ka sindikata. Ka sindikalistë që thonë, po shifra secarinë, hajde ta lëm këtu. Ton pronari minierës të korruptojë. E para që lajmi të mos bëhet publik. I pari që lajmi mos bëhet publik, 2 inspektorët e punës, pastaj shkojnë në rastet që kemi Prit ta thot një sekond. Në raste që kemi vdekje dhe ata që cilët merret me hetimin e ngjarjes, se pastaj kur ka raste vdekje shkon. E çfarë ndodh për shembull në raste aksidentesh, për shembull kur ka pasur raste të grave në fasoneri të cilat janë helmuar gjatë orarit të punës. A e di që korruptohet edhe mjeku, sepse në rast se ti shkon në spital dhe mjeku nuk të mban aty dhe po të dërgon në shtëpi, atëherë ky rast nuk shkon për hetim, pra nuk hetohet ngjarja. Kështu që kemi
shumë të cilët bëjnë para. Sindikatat është të vërtet që janë për të avancuar në drejtat që i gëzon nga ligji. Dhe ne gëzojmë disa drejta që i kemi me kod puna. Kështu që institucioneve tona detyrohen që të nasigurojnë zbatimin e këtyre drejtave në vendin e punës. Ndaj dhe ne kemi pas një aksion të Inspektorati i Punës, por të thotë që bëjnë detyrën tuaj me përgjegjësi. Dhe mesazhi im është për të gjithë ata të cilët kanë probleme në vendin e punës, ti drejtohen patjetër institucionin, ti ngacmojnë Inspektoratin e Punës, sepse ata do jenë të detyruar që të shkojnë tek ai vend pune. Pastaj çfarë ndodhi aty është që ne duhet të bëjmë akoma më shumë presion që këto inspektor ta bëjnë siç duhet punën e tyre.